Jemi rikthyer përsëri në studion e magazinës Bonbon për të folur për ato që e tham njërën prej temave më aktuale që kemi, jo veç në Kosovë. E vërteta është që njëra prej temave më aktuale në krejt botën janë ndërhyrjet estetike. Ndërhyrjet to të cilat në fakt u kanë ndryshuar jetën shumë njerëzve për të mirë, por ka edhe të tilla raste ku shumë njerëzve në fakt thuhet që u kanë shkatru jetën. Ndoshta për me thonë shkatru është fjalë shumë e rëndë, por ju kanë bërë dëme të mëdha në kuptimin që punën, që intervenimin që është dashur ta bëjnë tek profesionistët e fushës e kanë bërë diku tjetër. Sot kemi me i trajtuar të gjitha këto çështje, por fillimisht më lejoni t'ju prezantoj kirurgun plastik dhe estetik, doktorin Adem Pllkoqi. Dok, faleminderit shumë që ke ndosur sot pak kohë për ne dhe shikuesit tanë. Dona faleminderit për ftesën. Po dina shumë mirë që kanë një ambient i mirë, nga se puna ime është mire, me të miren, me të bukurën, është që qenë ka një ambient i mërkullushëm, po ndina shumë mirë. Faleminderit për ftesën. Gëzohem, të lutem për thjesht e jona. Doktor, e thash që do të flasim shumë çështje që ndërlidhen me ndërhyrjet estetike, me operacionet të cilat lidhen me këtë fushë, por unë fillimisht do doja që të sjellim një rrëfim për doktor Ademin. Kur vendosi që të merrej me këtë fushë kaq të veçantë, e që në fakt në Kosovë erdhi pak më vonë, nuk është se e kishim njëjtë sikurse në vendet e tjera të botës. Të kthehemi pak në kohë dhe ta njohim nga një kënd tjetër doktor Ademin. Po, më të drejtën, domethënë nga 96-a jam mjek, mirë po dhe para 96-ës kam pas idenë edhe vizionin ka qenë që të mirë me kirurgjin plastike. Kirurgjia plastike nuk është vetëm estetik, po trajtohen kryesisht djegjet, lëndimet, tumoret e indeve të botat lëkures, mirë po kohët fundit mirën vetëm estetik. Nga se si e the edhe vetë, edhe ne jem pjesë e botës si Kosovë, edhe pse sipas me jem pak më mbrapa se pjesa tjetër e botës, mirë po megjithatë jemi në drejtim të mirë dhe është trend, kirurgjia estetike është trend. Nëse shumë thjesht, gjithë po ndrojmë telefonin pranda 2 viteve, dojmë një makinë me të mirë, dojmë një banesë më të mirë, dojmë një shtëpi më të mirë, po kur e shohim në raport këto që i përmenda në raport me vetveten atëherë, vetvetja është më e rëndësishme se këto tjera. Edhe dojmë pse s'ka të keq më duk. Domethënë edhe truri i syrit do me pa bukur, do me pa mirë. Jo, më katë sa herë shohim veten pasqyrë na duket më e mirë vetja, se që është një studim shkencor në fakt që e dëshmon këtë që jemi të prirur me pa vetën pak më mirë dhe kjo na ndihmon më pas në këtë disponimin dhe këtë energjinë e mirë për me pas. Doktor, unë do doja që të flasim pak për atë çfarë në fakt është momentale në Kosovë, në kuptimin të cilat janë ndërhyrjet estetike, ndërhyrjet e plastikës, të cilat kërkojnë më shumti në këto, hajde të themi 5 vitet e fundit. Tam personalisht për vete, jemi numër relativisht jo i mjaftueshëm, po do të thonë kuadrat normalis, sa përket kirurga plastik Kosovë, do të thonë varet prej kërkesave të pacientëve. Në botë, operacioni më i shpeshtë estetik është formësimi i trupit me dhjamin tend. Do të thonë është operacioni që më shumë të bëhet në botë. Te në Kosovë, personalisht për vete, kërkesën më të madhe kanë për operacione estetike të hundës. Jo mendoj, po si pas me është ashtu, më thonë para estetikës duhet jetë funksioni. Shumë i rëndësishme. Nuk mjafton të jetë një hund e bukur estetikisht, kurse të mos kesh frymarrje të mirë. Gjithmonë të çdo hund kur fillimisht bez zgjidhjen e problemit, të më thonë funksioni që të ketë frymarrje të mirë, pastaj shkojmë te estikat që dyja të bëhen, të më thonë me një akt, gjatë një akti të njëjtë kirurgjik. E qartë. Doktor, në krejt këto vjetë që jeni me fushën e mjekësisë, po me tekst të veçantë, sot do të flasim për këtë ndërhyrjet estetike që ju keni bërë viteve të fundit me tekst të veçantë. Keni ndonjë moment në cilin jeni ndjerë i lumtur, krenar me vetën, me rezultatet që keni arritur, po i bëj këtë pyetje sepse e thash në fillim të këtij emisioni që ne shpeshherë kemi takuar të ri dhe të reja dhe jo vetëm, të cilët kanë pasur një fiksim në pamjen e tyre. Tazëm dikush hundën, dikush mollzat, dikush një pjesë tjetër të trupit dhe falë këtyre ndërhyrjeve, ne në fakt ju kemi ndryshu këtyre njerëzve, mënyrën se si e kanë parë vetën, mënyrën se si e kanë parë jetën, sepse e thamë edhe ne, kur ne ndihemi mirë, na duken gjërat më mirë edhe në raport me të tjerat, apo jo? Shumë mirë, përdo në skjarove shumë mirë, unë e vetëm po të plotësoj ty. Të lutem. Në qofë se dikush
është i lindur, ose ka një lindim të hundës, se ka një hund shtrembërt, ose shumë të madhe, ose ndonjë, ose vesh, ose diçka. Ai në vetvete nuk ndihet i barabart me rrethin. Ndoshta nuk e shikojnë gjithë pse ka një hund ashtu, ose do vesh, po të lapoq, mirë po ai ndihet jo i barabart me tjerë. Jo i barabart. Beso shumë herë ka ndodhur që ndoshta ka bën një hund ose do vesh, edhe nuk ka shku gjatë, ka thonë doktor, jam shumë i lumtur, erdha vetëm me tregu që kur e kryta këtë intervenim, njoftova një vajzë ose një djalë, u fejova dhe më ndroi jeta 200%. Nga se ndoshta ajo vajzë ose ai djali nuk e ka pa ashtu, po ky ka menduar se qofse jo frohet shkoku i hundës, ai nuk do dalë me to se diçka mirë, po prapë thom i kthehet vetbesimi. Në çdo profesion, arsyeja pse dikush nuk lëviz mirë është frika. Domethënë është frikum një ofru një vajzë ose një djalë të kundërta, edhe është frikos nga se nuk do të ketë sukses shkaku i hundës ose veshëve ose buzëve, kur ka kryer atë intervenim, ka kthy vetbesimi dhe e ka realizuar që ka dashur. Keni ndonjë rast më specifik që ju e kujtoni, ta zëmë që ka pas një problematik kogja të theksuar në pamjen e tyre? Se di që keni shumë raste. Tash ka shumë, mirë po shka një vajzë që ndoshta... Nuk po i përmendi me jo me moshë, jo po plase, mirë po me një moshë, ndoshta që ka kalu një kohë, mirë po shka ku një hundës a e ka ndajt indiferente. Në thonë, një çdo rrethon, çdo dalin, gjusë e ka ndajt në prapavi. Kur e ka kryer ato ba dhe mandej është shumë mirë, dhe me thonë nga se çdo kush do të krijojë familje, të martohet. Edhe mandej thotë. E kom takue mashkullin ose femrat të ëndrave të mia, kështu që unë t'jom mirë një se mos të kësha berë operacionin, nuk isha me atë. Mandej, vinë fëmijët edhe senet, se prap jeta plëtsohet, merë kuptimin kur ben fëmijët, kur vinë fëmijët në jetë. Atëre kuptojmë më smiri jetën që është e vërtetë. Kështu që ajo është dhurat, ose për shembull kur e shet dikan, kryet një intervenim, kur e shet për herë të parë, thot dikush tjetër, nuk i ndalë lëtë, dhe me thonë ajo është dhurata e shpërdimit me madh që e marrë për pacientit. Mund ta marrë me madh. Doktor, por përkundër faktit që ne përfitojmë shumë nga ndërhyrjet estetike në kuptimin jo vetëm të pamjes, jo vetëm të mirëqenies edhe të aspektit mendor dhe fizik, në të njëjtën kohë ballafaqohemi me rreziqe. Ne jemi dëshmitar të asaj që nga një ndërhyrje shumë e lehtë kanë pasur komplikime të mëdha, pasoja të cilat kanë vuajtur për vite të tëra, ndoshta i kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës persona të caktuar. Mund të flasim pak edhe për këtë pjesë, për rreziqet dhe dëmet që mund kemi në rast se bëjmë një ndërhyrje të cilën ndoshta nuk është që kemi pas nevojë atë sa duhet, apo ndoshta nuk e kemi menduar mirë se ku kemi vendosur që të bëjmë ndërhyrje në fjalë. Si e shihni këtë pjesë? Po, unë mendoj që çdo pacient që mendon me kryer një intervenim, fillimisht duhet pak të hulumtoj, të kush po shkon, shkon te unë ose te ti ose dikush tjetër. Tash mundësia është e madhe përmes internet me merr informacione kush është shka si tek. Unë mendoj që çdo profesionist shëndetësor, çdo doktor, çdo kolegi imi duhet të punojë me kriteret e ekspertave të botës. Fillimisht kur vjen duhet kompletuar me analiza, është doktori i narkozës që kompletuar me analiza, duhet jenë analizat mirë, duhet të jetë i shëndosh që të futet në operacion, edhe pse çdo operacion i ka rrezikun e vet. Mirë po duhet vend gjitha këto përgatitet para operacionit që kur futet në operacion të jetë sigurushmëria në maksimum. Do me thonë të punohet në qoftë se është i ftofër nuk duhet të futet. Do me thonë, ne si profesionist nuk guxojmë ta shohim një pacient si lek. Në shumë e rëndësishme. Do me thonë nuk duhet shkohet. Nga që shohim sot, doktor, sidomos në për institucionet private, nëse shumë të shihemi si lek, ç'është e vërtetë? Është mirë të mos shihemi si lek, Pra po thomë qoftë se dikush po të tegoj një diçka, një gjë, që një pacient nga diaspora. Unë e falenderoj diasporën se kem pacient shumë nga diaspora. Vinë të ne nga se shkon Turqi, nuk po them që mjekët turk nuk janë të mirë, janë shumë të mirë. Në profesionin e kirurgjisë estetike, lidera në botë janë turqit edhe brazilianë. Janë shumë të mirë. Mirë po sipas meje
të sheh pak shumë si lek. Do të thonë kryen ndoshta 2 operacione të cilat nuk shkojnë në njëjtën kohë. Për shembull, smadhimi i gjenëve dhe formësimi të pasmeve nuk shkojnë në njëjtën kohë. Nga se kur ne bëjmë intervenimin kirurgjik të gjenëve, a duhet një kohë gjatë të qëndroj të flajë në shpinë. Kur bëjmë intervenimin në formësimin e të pasmeve që njihet si BBL, ai duhet paraparakisht mësohet flajë barkas edhe 1 muaj e gjys minimum gjaton pas intervenimit të flajë ne. Atëherë nëse bën 2 për një ai najsun rrin. Do të thonë kjo tregon që shihet si lek, se nuk bën të shkojnë 2 për një. Nuk bën shkojnë. Erdhi dikush nga jashtë edhe ishte tokën. Edhe ki shku të një mjek Gjermani, ka thonë, edhe qysh, po shkon atje, po mos shko se je pak i tokën, sigurisht nuk bëjnë operacion. Si pas mendimit saj, kur vjen Kosovë, bëhet sigurisht. Ne e pomë që është e tokën, tha nuk bësh. Po thonë, e bej 2 fishë në operacion, o tash jo 2 mishin, po 1 milion euro me thonë ti nuk futesh në operacion, nga se nuk rizikoj. Nga se po punoj stas gjatë, maraton, jo shkort. Me gjithat, jeta çdo kujt është më vlefshme se miliardat. Doktor, a ka raste kur pacientët mund të kenë pasoja të padëshiruara nga ndërhyrjet estetike? Pra, kërkon që të ketë një formë të caktuar të kësaj ndërhyrje që ka bërë dhe në fund nuk është rezultati i dëshiruar. Çfarë ndodh në këto raste? Kështu të them, operacioni jo që është 50% e punës, po edhe pse shkon çdo gjë mirë, prap është shumë e rëndësishme andej post-operativa. Pacienti sa i respekton këshillat çka duhet të bëj pas operacionit. Është shumë e rëndësishme. Pra nuk është vetëm përgjegjësia e intervenuesit, e atij që ka bërë operacionin. Mirë, po pacienti duhet të respektojë ato këshilla. Për shembull, ose unë ose çka do të qoftë, duhet të respektojë ato, duhet të respektojë ato. Kur bëhet unda, duhet një kohë gjatë flajë në shpinë, kryesisht jo zëj që të mirët jesteku që shfrytëzohet gjatë udhëtimeve me aeroplan, nga se ajo sa do ta stabilizon kokën edhe ke mundësi pak më vështirë më kthy andash. Se kur thejën koca nëse ti kthehesh për hunda të mundet të devijohet hunda andej ose këndej, kështu që të jap siguri. E thash viteve të fundit në Kosovë, tash ndoshta jo çdo i dyti bën një hund operacion ose vesht ose diçka tjetër, gjopsat apo vitet apo varet për çfarë operacioni po flasim, por jemi dëshmitar të asaj që çdo i dyti po merr një trajnim të shkurtër, disa javor, disa ditor dhe qet në lokalin e saj që jam estetiste e certifikuar. Dhe në fakt ne po shohim për fat të keq një shpërftyrim masiv të vajzave të reja, të grave të reja, të cilat janë në kërkim të perfeksionimit, janë në kërkim të së bukurës, janë në kërkim të diçka që do t'i bënte mirë, por që po i bëjnë në vende të gabuara. Si e shihni krejt këtë, doktor? Shumë mirë që lu të shtenë që në mendoj që duhet jo vetëm të diskutohet, po edhe shteti unë të mirët me këto punë që unë një, shumë persona e cila ka kry një trajnim, ka ndodhë që nuk ka qenë punëtor shëndetësor fare, ka lëviz dorë, është mjeshtri, e qetat filer mirë, kom dëgju që ju kom dëgju për di saksi që ka shkohet edhe në Perëndim, në për shtetet e Perëndimit, shkohet në për banesa, aplikon filera, botox. Mirë, pa jo nuk e din që me qatë botox ose filer mundohet një reakcion alergjik që të vdes pacienti. Unë mendoj që kishtë qenë mirë, aplikimin edhe filerit edhe botoxit ose penjeve që ka do qovë, ta bëj një punëtor shëndetësor, që është punëtor shëndetësor, që t'jetë i licencuar për aplikimin e kësaj procedure, edhe ajo punë të bëhet në një institucion shëndetësor, i cili është i licencuar nga Ministria e Shëndetësisë. Jo të bëhet në për banesa, në për shenot që dush, në për një lokalis të iste, kirurgji plastike. To ditë po shija dentist që bën mbjelljen e dhëmbëve të themi, si quhet ai procesi se mund t'ja huq me terma, dhe në anën tjetër kishte një filler, një mbushës buzëve. Pra po shkojmë te dentisti, po i kryjnë krejt punë për një herë. Po në qofë se ben dentisti është i trajnuar në rregull, s'ka të keqe. Mirë po ju ta bëj dikush që nuk është profesionist shëndetësor, i cili nuk është i trajnuar për atë punë, edhe që nuk bëhet në një institucion i cili nuk është i licencuar nga Ministria e Shëndetësisë.
Dhe me thonë, si pas me duhet të plotësohen këto kritere, nga se. Dë bëhesh mjek, në kohën time ka qenë 6 vite, tash është 5 vite, specializimi është 5 vite, 6 vite, kështu që ai i cili shkon disa ditë ose s'ka lidhje të shkon 2 muaj, nuk din çka mundet me ndonë. Qofse vjen një botoks e bej, për shembull e bej spitalin ku punoj. Nga i botoks mund të ketë një reakcion alergjik edhe të vdes ai pacient, të vdes krejt. Mirë po ka ardhur me një institucion i cili është i licencuar, e ka bërë një profesionist shëndetësor që është i licencuar me bë atë punë, edhe ka ndodhen edhe në Amerikë çdo kund. Sigurisht, janë gjëra që nuk mund të parashikojnë të gjithë. Mirë po jo me një banesë edhe ta bëj për shembull një ekonomist ose një jurist të aplikoj fillej. Apo dikush që ndoshta s'ka të kryer asnjë universitet, thjesht i pëlqen zanati i ose një floktare që quhet në Shqipëri, ka marrë atë punë edhe bën aty. Edhe të vdes pacientin me një sallon ndulimi. Dhe është një tjetër pikpyetje shumë e madhe në krejt këtë është edhe materialet që përdoret, origjina prej nga vijnë. Sa janë të kontrolluara, sepse gjithçka ne e dim që ka një afat skadence dhe krejt këto. Bandisa për këtë botoksit, për shembull të ne, pak kompani të më thonë e kanë të drejten me po distribuimin e botoks. Kur transportohet botoksi, ajo duhet shket në kushtet veçanta që duhet jetë temperatura caktuar. Unë mendoj që 1% e madhe vjen ai botoks, po nuk transportohet ashtu si duhet. Të me thonë, vjen zeze, në ndej këndej, kështu që ajo është shumë i rrezikshëm të aplikohet. Shumë i rrezikshëm, edhe pse e ka skadencen. Edhe pse e ka skadencen. Kushtet në cilat ruhet dhe përdoret janë shumë e rëndësishme. Qoftë sa e ndoshta e fut makinën, shef duan ajo është nxehtë, të me thonë, e hup efektin, përveç hup efektin, bet edhe toksik që mund të shkaktoj gjithçka. Do të thonë, ndoshta të shkaktoj në vdekjet një pjesës lëkurës. Mirë po prapo tham, ai që vendos ti ta bëj këtë punë, të interesohet të kush po bëj. Pavarësisht unë mund të them që jam akademik sande, po le të futet në internet, shënon emrin mbi emrin tim, le të futet në internet dhe të sheh ku jam. Edhe kur vjen, le të sheh që është institucion shëndetësor i licencuar, kur futet brenda, çdo institucion e ka obligative që licenca të jetë në hyrje dukshme. Le ta provohet, le ta sheh, a është licencuar, a kalu skadenca ajo, edhe ta ditë kush po shkon. Është shumë e rëndësishme kjo. Doktor, do të mbajmë edhe pak, por më duhet që të marr bllokun e parë të marketingut sepse kemi edhe shumë pyetje të tjera për të bërë dhe njëra prej pyetjeve që do doja të diskutonim është sa po i kushton rëndësi shteti. Sa kemi ligje që e qartësojnë mirë si duhet veprojmë në raste të tilla dhe çfarë do duhet bën, kush mund të marrë këtë licencë, kush nuk duhet, çfarë në fakt po bëhet, sepse ne kemi kohëve të fundit Maqedoninë e Veriut një shembull konkret që ndaloi këto ndërhyrjet estetike nga njerëz të cilët nuk janë profesionistë të fushës. Tek ndërhyrjet estetike që po bëhen nga njerëz që nuk janë profesionistë të fushës, nga të reja që thjesht me një trajnim kanë marrë diku një licencë që i thonë që është licencë ndërkombëtare, edhe me to në një sallon ndulimi bëjnë ndërhyrje të cilat nga një herë, tham edhe më lartë, din të jenë aq të rrezikshme sa mund të jenë edhe vdekje prurse. Po do të thonë, temë shumë i qëlluar edhe unë edhe mendoj që duhet mirët nga të gjithë, shumë serioze. Shkoni duna me një sallon ndulimi atëherë dikush thotë çfarë do bëjnë, po i bën mirë, shkon ndoshta i bën mirë, nuk po them se bën mirë. Mirë, pa ajo nuk është e evidentshme çka mundet me ndodh. Çka mundet me ndodhë? Kur ti futesh qet një botoks, ndodh një reakcion alergjik. Që ti jesh edhe në spitalin më të mirë në botë dikon, nga e reakcion alergjik din me qenë shumë i vrullshëm edhe vdes. Ti tash merre si shtet burgose jo vetëm atë punëtori që punon, edhe ma hallen edhe familjen krejt, po nuk kthehet ajo jetë, nuk kthehet me të ka vdek. Nga se, edhe po të kesh që është një, që ne thëmë një antishok terapi që duhet shumë sende, oksigjen, ka shumë sende, ndoshta duhet mujtë të buhe, se nuk ka idenë që ka mundet me ndodhë. Mirë po, nga i tretman që ajo bën, mund të mbërës pacientin, edhe nuk thejet kur ma jo. Më thonë, unë mendoj që shteti, inspektoriati, Ministrisë Shëndetësisë, duhet të jetë shumë rigorozë në këtë drejtim. Në më thonë, mos lejo... Jemi ba si popull, dok që është e vërteta, më vje kesh të them, po pa ndodhë diçka e madhe, pa na shku dikush, nuk po qohemi edhe nuk po reagojmë, nuk po bëjmë gjërat të cilat në fakt do duhet i bënim para se të veshim vrasje të vdekjeve, për arsye të kësaj natyre. Unë uroj që mos kemi asnjëherë, po sikur
e jemi bëha që pa ndodhë diçka, nuk është që po reagojmë. Unë mora shembull Maqedoninë e Veriut, shteti mqini cili hiq më pak se qa ja më parë ka marrë vendim që askush që nuk është i fushës së mjekësisë, pra i shëndetësisë, të mos ketë të drejtë që të bëjë ndërhyrje estetike, të bëjë mbushje me filer, botox apo çfarë janë këto të cilat po dalin çdo ditë diçka e re. Në kuptim që të ruaj shëndetin, sepse për fat të keq, masa më e madhe që po bëjnë këto ndërhyrje janë të rejat, janë adoleshentet, janë të cilët pak dinë se çfarë mund të pësojnë nga këto ndërhyrje. Edhe të betë me një ordinancë ose polikliniku, se qofse ndodhe reakcioni, a i prap ka antishokun edhe duhet urgjent mandet shkohet në ndonjë spital ku ka oksigene, ku ndoshta duhet me intubue. Mirë po ku ndodhë me një sallon ndëllimi, a i nuk i ka ato se ka i din që ka mundet me ndodhë, edhe do tjetë shumë bonë. Them një kolege... Sa po punohet? Po. Them një kolege ime cila është punëtor shëndetësor, është kirurg, ka bërë një botox, po fatmirësisht ka bërë me një ordinancë, dhe me thonë, kirurgjike, ka ndodhë reakcioni, fatmirësisht kanë mërri me konë në emergjencë, ku është dhanë antishokterapia, trajtimi, oksigen, do shta u dosh me intubu, po prap kanë betë gjallë. Qka në qofë se që ndodhë me një salon ndëllimi, qa bënë ajo bëjtja që s'ka idenë që ka ndodhë? Sa jemi duke i kushtuar rëndësinë aspektin institucional të krejt kësaj pune? Sa janë aktiv inspektorët e Ministrisë së Shëndetësisë në këtë aspekt? A kemi ligje konkrete të cilat sqarojnë kush çfarë mundet me bë? Apo ende është një pjesë në cilën nuk është prekur, nuk është punuar në aspektin legjislativ? Si qëndron këtë, doktor? Po më shoh, s'ke pa dhe ti një përshtet që në qendër estetike. Po kush është mrenda sedin? Kur vot është mrenda, kush është për shembull një mehanik dikush? Çka është me profesion ajo? Ndoshta është ekonomiste, ndoshta ka kryer vetëm shkollën fillore, s'ka lidhje të tjetë edhe profesor universiteti, po jo i lemis. Pra po thash, sipas meje duhet të qëndrojnë këto kritere. Të jetë punëtor shëndetësor, të jetë i licencuar për aplikimin e tyre, edhe ajo punë të bëhet në një institucion shëndetësor i cili është i licencuar. A ka pasur ndonjëherë viteve të fundit ndonjë thirrje nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, nga ana e inspektoriatit për të mbledhur profesionistët e fushës, sepse s'është e vërtetë, kemi njerëz të mirë që janë profesionistë të kësaj fushë dhe të nxjerrim ca rekomandime, ca veprime, çfarë do duhet bënte në mënyrë që të ruajmë popullatën, të ruajmë shoqërinë. Të më thonë, disa herë më kanë kontaktuar edhe nga Ministria e Shëndetësisë, çka mendoj kush duhet të aplikoj. Të më thonë, kush ka drejt të aplikoj. Po, edhe po besoj që ata janë vi, punojnë mirë, po, ndoshta sipas me i kishën mirë, qofse shkruan qendër estetike dhe nuk janë ata profesionistë me këto kritera, atëherë duhet mbyllet ajo. E qartë. Doktor, tani, të jemi realist, ata të cilët më së shumti na motivojnë për të bërë ndërhyrje estetike janë figurat publike. Jo që kemi diçka kundër, është krejt okej që dëshirojnë të vazhdojmë dukemi bukur. Se cili prej nesh dëshiron me u ndi edhe me u duk bukur. Më intereson të di, cilat janë kërkesat më interesante që ke marrë për fytyra publike? E di, e me emër e mbiemër që ke një listë të madhe të fytyrave publike që kanë qenë dhe vazhdojnë me qenë klientët tuaja. Po më intereson të di, cilat janë kërkesat më interesante që ke marrë për tyre? Kështu, po filloj me këtë, një zoj, 73 vjeçare, shqiptare, tu jetu Prishtinë, ka ardhur dhe ka bërë facelift fytyrës. Largimi në rrudhave të fytyrës me 73 vjet, shqiptare tu jetu Prishtinë. Ma herët dikush kur ka ardhur me bën një intervenim, ka dashur me mbet anonim. Tash me tepër fytyrat publike dojnë me mbet anonim. Pse, doktor? Ndoshta sepse pa i ndoshta tash kursejnë komentet edhe gjitha jo vetëm une, po edhe ti nëse më ke pa mu para 2 dite, më sheh pas 2 dite që i kam do molza më ndryshe, do buz më ndryshe, do rrudha më pak, e din që kam bërë mirë, po megjithatë e kalojmë në hestje. Është arsye ati pse. Mirë po gjithmonë. Cilat janë kërkesat më të shpeshta të fytyrave publike në vendin tonë? Pa i do në duket bukur, do me thonë fillimisht nga fytyra, jo vetëm fytyra. Shkon facelifti, buzët, hunda, molzat, gjoksat,
belje të pasme, të duket bukur, shumë normal ta shkodojmë në një makinë bukur, pse mos duket bukur. Pa tjetër. Tani, më intereson të di, si she jemi dëshmitar të asaj që shumë ftyrat bukura që kemi pas, ta zëmë në estradë dhe në fushat e tjera, të jetës publike, për fat të keq, më vje keq ta them, se ndoshta nuk është edhe termi dur, por sikur janë shpërftyruar, doktor, kanë humbur ato pjesë më vitale të ftyrës tyre, ato elementet më të bukura të ftyrës tyre, duke dashur që të bëjnë pjesë e këtij që po të cilësohet si trend, edhe u do bukur që në fakt ka ndodhe kundërta. Si ishe? Po, unë mendoj do më thonë, pavarësisht kërkesës e pacientit, pavarësisht lekëve që ofron ajo, duhet të respektojmë kriteret e ekspertave të botës. Do më thonë, jo t'i bëhet një unë shumë e vogël, ose t'i bëhen do buzë shumë trasha, ose do moca ekstrem të mëdha, ose gjenë tepër të mëdhej. Do më thonë, kriteret, rregullat, nuk i bëjnë shqiptarët. Ne duhet, është më rëndësi që të bëjmë update profesional, që të punohet si punohet çdo pas raste kur kanë ardhur kanë thonë doktor, amaj, ma kthe ftyrën time? Zakonisht po flas për vete, nëse dikush vjen, po flasim për një estetik të hundës, nuk dal nga kriteret e ekspertave të botës. Do të thonë, hundat shkojnë proporcion me ftyrën. Buzët dihet sa duhet shkojnë, duket bukur, edhe gati mos dihet që u bë. E jo, do me thonë, ende pa dalë të dera më po që i ka bë buzë tepër shumë. Do me thonë, duhet të rritë në kufete të kritereve të ekspertave të botës. Tani, prej krejt ftyrave publike që kemi në vendin tonë, kush mendon që ndërhyrjet estetike që ka bërë, kirurgjikale, në fakt i kanë bërë më shumë t'i danë? Si ishe? A mund të flasim me emra? Po tash me emra ju, po do me thonë, shumica këngëtarëve, mos them gjithë, mirë po gjithë dojnë më duk ma mirë, do shta përveç Sabri Fisullat, se sa kompon nuk ka së rrodha, s'ka aty, dhe me thonë është taj që ka qenë. është genetike, mirë po shumica ben. Pra po thëmë, është mirë edhe ku duket bukur. Ka dhe politikane edhe ashtu, po me gjithat mbetet, qofsa ta flasin për ndryshe, ka shumë. Unë mendoj që është më rëndësi, sidomos estetika, nga se duhet dalë mundësisht sa me mirë. A kemi dikon që do të mund të cilësonin, ndoshta si shembullin më të keq për ndërhyrjet estetike që ka bërë në pamjen e saj ti? Kemi ndonjë personazh? Tash them, duket mbi 50 herë ka operuar hunden Michael Jackson. Mbi 50 herë hunden. Tash kur 50 herë e bën ajo, të me thonë tash mbaret qka përvaret qka ka baj para prakesh në qëpë se nuk është kirurgu plastikin njejti. Mirë po, mendoj që gjdo intervenim duhet të plotësoj kriteret e ekspertave të botës. Dok, e di që kena edhe shumë për me folë, përveç nga kanë kalu minutat e parapartë të bisedë, unë po të falenderoj sinqerisht për kohën dhe për krejt këshillat që kënda sot me ne. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, po besoj se ndihmum pak të pacientët të shikus tonë, që të respektohen timi ma të kujdesshëm të kush po shkojnë, çka po bajmë dhe... Hajde të përmbyllim këtë bisedë me një thirrje me tekst të veçantë për prindrit, që sponsorizojnë, që motivojnë dhe që lejojnë fëmijët e tyre në moshë të re të bëjnë këto ndërhyrje, që realisht në shumë raste janë edhe të panevojshme, sepse janë duke u rritur. Duhet ende kohë që fytyra dhe trupi tyre të marrë ato vijat që do t'i kenë për gjithë jetën. Nëse tek këta është për shembull për vesh, ma herët ka qenë kur ka dikush vesh llapoq, është dashur më prit mosha 12 vjeçare. Tash ben edhe me 5 vjet. Domethënë nga se 90% e lapës e veshjet formohen deri në moshën 5 vjeçare. Nga se nëse shkon me do fëmijë shkollaj me 6 vjet, atëherë domethënë pjesa e tjetër e bullizon. Ose hunda ka qenë më herët u dash më prit mosha 18 vjeçare, tash ben edhe me 16. Por që është një moshë në cilën më së paku hajde pas ka nevojë për këto operimet që janë patjetër dhe që i ndihmojnë shumë në pamjen e tyre. Por jo të shohim të rije dhe të reja që përmbushen me botox, që përmbushen me filler dhe që përftyrojnë që është e vërteta, sepse pasojat dhe dëmet ata do t'i kuptojnë pas një kohë jo shumë të gjatë. Unë mendoj që ne punëtorë shëndetësorë që bëjmë këtë punë, duhet jemi me të kujdesshëm. Duhet jemi me të kujdesshëm nga se pambarësisht ta kërkon ajo,
ne të respektojmë ndihmitë të ekspertave të botës. Shumë faleminderit doktor për gjitha këshillat. Faleminderit shumë.